Ka sa mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Përshëndetje. Faleminderit për intervistë. Atëherë, ç'mund thoni diçka për karrierën tuaj, nga fillimi deri sot që keni një aktivitet shumë të pasur në skulpturë? Karriera vjen në një mënyrë pa e kuptuar dhe pa e menduar, duke u zgjeruar, duke thelluar, që asnjëherë nuk themi që ka përfunduar apo ka filluar, kështu që me kapacitetin që kam në skulpturë, që mundësitë që mund të jap edhe të kontribuoj në këtë fushë, mendoj që jam diku nga mesi. Tjetër. Po, atëherë sa mundi duhet një skulptori që të jetë skulptor i mirë, të quhet një skulptor i mirë? Të quhet skulptor i mirë, nuk e di, pak pyetje kështu komplekse është, se di, duhet të jetë një skulptor që të quhet skulptor i mirë, duhet të jetë pak i kompletuar, besoj, ma do mendja. Si mund ta përshkruaj, duhet të jetë i kompletuar nga të gjitha anët, në çdo aspekt, si një artist. Atëherë, edukimi brezit të ri, si mendoni ju, mund bëhet më mirë? Flasim për artin figurativ. Po më sa kam parë këto vitet e fundit, me thënë drejtën, si u ka rënë pak interesi, jam interesuar, dhe kam kuptuar që ka rënë shumë interesi, sepse brezat përpara atë ku kam qenë unë, domethënë, ka pas një interes goxha të lartë. Edhe kishte konkurrent në Akademinë e Arteve, i 30 skulptorë të një viti, domethënë, që konkurronin. Ndërsa sot me keqardhje them, po jam interesuar, ishte një student që kam takuar para 2 javësh, më ka thënë vetëm 2 jemi. Domethënë, e gjitha Akademia e Arteve kishin vetëm 2 skulptorë të një viti. Ato që kanë konkuru kanë fituar. S'ka se di, nuk e di, domethënë, më duket se u ka rënë interesi, niveli dikur ka qenë. Juve në çfarë viti keni mbaruar? Unë kam marrë në 2004. Po. Në 2004. Nuk kanë shumë vite, domethënë nuk është një lagësi e madhe, po vitet bëkën të vetën, edhe gjërat ndryshokën shpejt. Po për artin figurativ, Fiqiri, çfarë mendimi keni sot në Shqipëri? Ku futet dhe skulptura, kuptohet? Është e vakët, në thënë të drejtën, ka skulptorë dhe piktorë shumë të mirë Shqipëria, sigurisht. Kam parë disa ekspozita të fundit që janë shumë ekspresioniste dhe janë shumë të vlerësuara. Ajo që vije të re, mendoj, skulpturat e parku të mungojnë pak në Shqipëri. Besoj, është një mungesë në Shqipëri. Skulpturat publike. Po. Është punuar shumë pak drejt kësaj. Edhe unë të mendoj, kemi dhe të pyetje më vonë, për shembull, mund të shfrytëzohet hapësira publike, po themi në trotuare, sheshe të vogla, lagje, ose edhe sheshe, se pak a shumë sheshet e mëdha janë të kompletuara me skulptura të mëdha, madhështore. Jo, çdo shesh mund të shfrytëzohet shumë mirë me veprat e artit që komunikojnë me njerëzit. Skulptura është jetë, është emocion. Është të mbush me jetë, të mbush të jep një lloj tjetër dinamike, domethënë ka tjetër, se kështu ka që zbrazët, nuk e di, është pak e trisht kështu, se di, masa e mendoj unë në këtë lloj versioni. Ndoshta jam i gabuar, por shohim edhe vende të tjera të zhvilluara që i kanë skulpturat në parqe, në sheshe, edhe në rrugë. Po për shembull, si funksionon kjo? Ju vjen ftesa nga juve si skulptor, po themi ne, nga institucione ndryshme, bashki, ministria, për shembull,
Vjen ftesa për një projekt caktuar apo duhet të aplikosh vetë? Projektet i organizon ministria, kanë to datat që i publikojnë edhe por unë nuk ose jam kam marrë pjesë në disa konkurse në fakt në të drejtën, por nuk ose jam shumë i angazhuar, sepse siç ti tu në Shqipëri si funksionojnë gjërat. Më ka shijuar shumë kjo pjesa e bashkëpunimit me diasporën në mënyrë private, sepse diaspora shumë e lidhur me vendin edhe kontribojnë, japin një kontribut goxha të thyrë drejt të herojve, që ndërtimin e shtatoreve, busteve, edhe kryesisht kam punuar me diasporën, në thënë të drejtën. Cilat figura kryesisht keni punuar? Emrat? Por duke nis nga Ana Tereza, Gjergj Kastrioti, Elezi Sufi, figura kombëtare që janë goxha me peshë. Po. Që janë goxha me peshë në historinë e Shqipërisë. Ne kemi shumë në fakt, po s'janë vetëm kaq, po nese. Tashi, a mund ta shfrytëzojmë ne këtë artin e periudhës socialiste, okay, për turizëm kulturor? Si mendon ti? Ka një lloj debati për këtë pjesë, sepse përfaqësoj një lloj ideologjie tjetër dhe është përdor pak për propagandë, por kam përshtypjen që ka shumë interes dhe besoj se duhet shfrytzuar. Me sa di unë, është arkiva atje është mbushur me veprat. Me vepra të realizmit socialist, të galeria arteve. Po. Që nuk kanë një vend ku t'i ekspozojnë. Besoj se duhet t'i shfrytëzojnë edhe për turizëm, është pyetje shumë me vend. Po. Për shembull, mua më ka rastisur që në Gjirokastër është një skulpturë e Çerçistopullit e bërë nga Odise Paskali. Dhe juve që jeni vetë skulptor, normalisht ju e dini, po shumica e njerëzve, unë si turist për shembull nuk e di. Si huaj nuk e di fare se kush është Odise Paskali, pra nuk ka një mbishkrim aty ose një nënshkrim. E kujt është skulptura, çfarë viti, ka bërë diku ande nga 1939, kur ka qenë i sapo ardhur nga shkollimi. Pra, këto vepra do t'i det nga pas, ndoshta, mund ta ketë emrin. Jo, unë zakonisht vjen nga pas emrat e skulptorit, e autorit. Nuk e di se dhe nuk kam pa me vëmendje për emrin, të drejtën, se po normalisht ky si objekt do të ishte një nga gjërat më të rëndësishme aty në të paktën në sheshin, se dhe sheshi atë emër mban. Ndërkohë që Odise Paskali ka disa vepra shumë të mira, për mendimin tim është një ndër më të mirat në Shqipëri. Falë Zotit, ka rastistë që ka qëllu në kohën e duhur për disa vepra që në realizu. Skënderbeu në qendër duket sikur ka shekuj, por ai nuk ka shumë vite. Po. Na ka dhënë një ide që ajo ka me shekuj që arri atë. Që edhe shumë punime të tjera që janë mjaft gigante dhe shumë të gjetura, të goditura. Po për shembull kemi vepra të mëdha si Monumenti i Pavarësisë, Thatju Skënderbeun, edhe vepra të tjera tek muzeu në skulpturë flas, se unë tash nuk i di të gjitha, por këto që janë më spikaturët mendimi im. Është ai grupi i skulptorëve që ka bërë hyrjen e muzeut kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Krujë. Po, është një grup skulptorësh, duhet të jenë 3 skulptorë. Po kemi mundësi sot në atë periudhë punonin në grupe punonin goxha në grupe, po skulptorët. Sot e kemi këtë mundësi, po themi ne të kemi një grup skulptorësh brenda një projekti, okay, që të bëjmë vepra të kësaj madhësie, kaq të mëdha. Është bërë një konkurs që ka marrë dhunë pjesë në atë kohë, është bërë një konkurs
me sa di është bërë për 100 vjetori kur që për t'i bërë një statore Ismail Qemalit në Tiranë, se mungonte. Edhe për fat keq ka dështu si konkurs dhe nuk e fitoi askush sepse ishin pa arritura, ishin domethënë në një nivel shumë të ulët. Edhe nuk kanë përdorur punimin e Odisea Paskali dhe kanë nxjerr jashtë tek parku para në Dajtit. Jo, te Po te Rogneri përballë, po. Rogneri, po, bravo. Edhe u përdor ajo, fatikisht ajo nuk ishte për ambient jashtëm, se është menduar për ambient të brendshëm, gjithsesi e kanë. Edhe Ismail Qemalit mungon fakt si një figurë kombëtare shumë e madhe pas Gjergj Kasiotit, duhet ta kishte një monument dinjitos në Tiranë. Mendimi im. Jo, ka një vlorë. Ta kishte sepse është kryeqyteti, kështu që në kryeqytet gjithmonë figurat kryesore do ta kenë një monument siç e ka. Mendimi im, nuk e di. Po, jo, edhe unë ashtu mendoj, po. Atëherë sheshi Gjergj Kasioti, Skënderbeu në Tiranë ka psu ca ndërhyrje që nuk i kanë shku për shtat fare monumentit Skënderbeut, që e kanë zvogluar. Më thonë, mua më duket se ura kanë lënë jashtë rrethit qendrës. Nuk ka një bashkëpunim, një koordinim me skulpturën, nuk komunikojnë fare sheshi me atë. Sepse po ta vëshëri kanë bërë si kupol, si një piramid, edhe pjesa poshtë zbret, edhe ajo u zvoglu goxha si figurë. Të duket që ndërhyj tek bazamenti. Po. Nuk e di, po e prishën e shëmtuan. Po, atëherë sa kohë duhet një skulptori të ndërtojë një vepër, po themi në mbi 2 metra teknikisht? Nuk ka një kohë të caktuar që thua kjo dhe kjo, po varet nga gjendja e skulptorit, ka momente që i realizon shpejt, ka momente që kërkon kohë që të studiojë, të provojë, domethënë tek figura. Po, zakonisht, për një skulpturë 2 metra, shtatore, 2 metra, 2 deri në 3 muaj. Besoj është mjaftueshme për ta ndërtuar edhe. Varësi të skulptorit si e trajton. Ose të kompleksitetit që ka si figurë, ose është kompozimi. Jo. Po, pagesa për një skulptor në Shqipëri krahasuar me botën, si është? Si mendon? Po tani ka një skulptor të pasur, si jashtë edhe tes. Gjithmonë skulptorët e artistët në përgjithësi të varfër. Por ja kështu mbijetojmë. Më thonë, edhe pse kam dëshirë të realizoj figurat kombëtare, kam atë kënaqësinë që kur e punoj, e trajtoj. Prapë ne jemi dispozicion të marrim edhe punë të rëndomta, le të quajmë kështu, që janë dekore, ku diun, sepse mbi gjitha do të mbijetojmë edhe të përveç krijimtarisë kohës lirë që kemi, të pak fatkeqësisht. Sepse do ta donim që ta kishim gjithkohë për të marrë me krijimtari, po që është e pamundur. Atëherë jemi në fund të bisedës. Çfarë mesazhi keni për publikun në lidhje me arti figurativ, kuptohet? Për arti figurativ kam këtë, domethënë që t'jenë ta vlerësojnë, sepse skulptura është arti figurativ ka qenë ndër të parët, para gjuhës, që ka komunikuar me njerëzimin. Dhe kështu që duhet ta dashurojnë dhe ta vlerësojnë mbi të gjitha. Atëherë të falenderoj Fiqeri, të uroj suksese në punën tuaj, se është një punë shumë e vështirë dhe unë e vlerësoj për vetë. Shumë faleminderit. Respekte. Okej.